Çdo të bëje po të ishe Hasani ministër i ambientit? Po, kisha... Tre gjërat e para që do t'i bëje? Absolutisht. 3, ose mbase ma shumë, por 3. Nuk kisha najt ministër asnjë ditë nëse nuk e kisha pesfishu buxhetin e mjedisit dhe nuk kisha bërë investime së bashku me sektorin privat në fushën e ekonomisë qarkore. E dyta, sigurisht që kisha me forcu zbatimin e ligjit. As këtë rast nuk kisha qëndru asnjë ditë nëse një kompani vazhdon me hudh mbeturina me kamion, nuk kisha shku mja pastru, po kisha detyru atë me pastru vetë. Kjo duhet bëhet. Shteti këtë punë ka. I përdor mekanizmat për t'i zbatu strategjitë dhe ligjet. Dhe gjëra e tretë e kisha bërë një ekip profesionistës. Kisha thirrë njerëz që e njohin këtë fushë afër. Që kanë pasion, që kanë ekipin e këshilltarëve të mi nuk kishin me qenë asnjëherë njerëz që janë militant partijak, por kishin me qenë njerëz që janë profesionistë fushës dhe e duan mjedisin. Këto janë 3 gjërat e para që kisha. Kosova ende se ka marrë lajmin që është në rrugë definitivisht formale dhe ligjore për t'u andarësuar në Bashkimin Evropian. Vitin 2022 qeveria Kurti e rregullt atëherë dorëzoi statusin aplikimin për statusin e vendit kandidat, ende nuk kemi lajm, zoti Hasane. Këto po përmendim me qëllim që sa më shumë, sa më shpejt qelet ky proces negociatave bëhen, ambienti dhe standardet. Po, mirë po dhe jam parakusht shumë i domosdoshëm, i rëndësishëm. Është njëri prej më të rëndësishmeve. Presionit direkt mbi çdo qeveri nëse aderon për të pasur reforma, progres në rrugën e integrimit evropiane. Kjo është njëra prej, po them prap, është jeta jonë, sepse gjithçka lidhet me mjedisin. Do të thotë, nuk ka aktivitet njerëzor i cili në fund nuk bashkohet me mjedisin. Pra çdo gjë ka ndikim në mjedis. Edhe ne vetë peqë çohemi prej gjumi, natyrisht, kur i pastrojmë duar dhëmbët, ne ndotim. Do të thotë, secili i bën dëm mjedisit dhe secili e ka obligim me ja kthy, më mundu me rikuperu dëmin që e bën. Kështu që imagjino çfarë vendi të bukur e kem. Çfarë resurseve natyrore ka Kosova dhe tjetë një papërgjegjësi kaq e madhe, është vërtet e pabesueshme. E pabesueshme është vetë. Kemi mund me fol ndoshta vitet 2000 kur Kosova ka pas rindërtimin, ka pas prioritete tjera. Veni sapo dal nga lufta. Po pra, mirë po tani më kjo është një temë që është vetë shëndeti qytetarëve. Që po të gërrin kur ishe. Tepër. Kur ishe dikon duke hedhur veturina nga vetura, nga çdo. Ke pasur në rast. Shumë herë. Unë kam udhëtuar për plasje kështu po them. Shumë herë. Sa herë që dikush e hudh një kanaçe, absolutisht gjën e parë tani na ka ndihmu pak policia me aplikacion dhe e njoftoj më një herë policinë. Mirë po, shumë herë ka ndodhur që edhe kemi bërë fjalë. Po, vite duke qenë kështu person pak mediatik, njerëz më njohin e kanë pak kujdes, do thotë dinë më kërku falje. Se po, zakonisht këndo që e shoh, qoftë edhe tu e hudh një letër, shkoj tha më një herë që të haro, merrem me vetë.